Uji ka nisur të tërhiqet nga fshati Adriatik i Kurbinit. Situata e përmbytjeve duket se po shkon drejt stabilizimit, sidomos pas izolimit të argjinaturës së lumit Droj, ndërkohë që hidrovoret po punojnë me kapacitet të plot, duke bërë që niveli i ujit të ulet me rreth 40 cm. Pjetër Preni, kryeplaku i fshatit Adriatik, thekson se së shpejti do të nisë edhe vlerësimi i dëmeve si në tokë bujqësore, po ashtu edhe në bagti. Jo, familjet e bukurës kemi, për arsye se nuk ka pasur ujti deri më të mas sa mos ashut, por dame ka, dame bazë ushqimore për blegëtorinë, bazë ushqimore për miell e këto tjera, miellurat janë të dëmtume. Presim momentin për të na pru bazën ushqimore me oqu familjeve, që ato nimat, pastaj për problemet tjera që kanë janë gjaje probleme kështu, është një komision tjetër që do vjetë bëjë vlerësimin për kafsh, gjalla, pula, këto që janë dëmtu. Gjatë kësaj jave, si rezultat i rishjeve të dendura, disa fshatra në Kurbin u përmbytën, banesat u rrethuan nga uji, duke krijuar situatë vështirë për banorët.